Gjyqtari Kalaja ka qenë model në Shqipëri, shkreu i apelit, thirrja ime të vendosen policë në gjykata. I shkreu i gjykatës apelit, Alaudin Malaj, ka qenë i ftuar në një emision, ku ka folur mbi ngjarjen e rënë të së martës, ku në gjykatën apelit, gjatë një seance gjyqësore për çështje pronësie, u vra me armë zjarri gjykatësi Astrid Kalaja teksa jepte vendimin. Malaj vlerëson Kalajnë si një prej gjyqtarëve më model në Republikën e Shqipërisë. Më tej thekson nevojën që kanë gjykatat për të pasur policë në godina për mbrojtjen e qytetarëve. Më parë gjykatat kishin punonjës policie dhe bashkëpunim ndërsjellët i policisë me gjykatat për sigurinë e magjistratëve, ndërsa sot nuk ka fare pranit forcave të rendit në gjykata. Zoti Kalaja ka qenë nga gjykatët model të Republikës së Shqipërisë, nga shkollimi, dijet, qëndrimi ligjor në gjykimin e çështjes dhe performancës. Janë larguar disa gjyqtarë që nuk e kanë merituar largimin dhe janë futur disa që nuk e kanë integritetin e zotit Kalaja. Ishte një shok i madh, vritet një gjyqtar në sallën e gjyqit akoma më rënd. Në sallën e gjyqit, në tërë jetën tonë si gjyqtar, nuk ka ndodhur asnjëherë një ngjarje e tillë. Ka qenë të rralla episodet. Masat e sigurisë kanë qenë absolutisht më të repta. Ka patur koordinim me policinë e shtetit, kishim prezent edhe policinë dhe kishim drejtor dhe njerëzit e Ministrisë së Brendshme për mbrojtjen e gjyqtarëve. Në kohën tonë ishte një tjetër histori në mbrojtjen e gjyqtarëve. I vetmi cedim që punonjësi i policisë nuk është më në gjykat prezent. Do të kemi një Ilirian Guard, ajo është vetëm për ruajtjen e objektit. Janë disa punonjës me paga të ulta që duhet të bëjnë edhe sigurinë e gjykatës. Shmangja e policisë nga gjykatat është problemi më i madh. Sot që flasim, kemi një gjykat apeli, nuk ka 3 policë atje. Është thirrja ime që të vendosim në mënyrë permanente policët në gjykat. Sot kohët janë edhe më të trazuara.